Përshëndetje, jam Belkisa Sali, studente e biologjisë arsimore në Universitetin e Tetovës dhe sot do të prezantoj temën metodat dhe teknikat e mësimdhënies në biologji. Metoda dhe teknika të ndryshme për të mësuar biologjin, po edhe lëmi tjera, në mënyrë sa më efektive duke theksuar strategji dhe qasje aktive të nxënit. Atëherë, imagjinoj veten se je në klasë dhe edukatorja të jep një detyrë të thjeshtë. Vizatoj një lule. Pas një udhëzim të mëtejshëm, ti si nxënës në këtë rast do të ndjekësh instinktin tënd dhe do të vizatosh një tulipar. Ky është një prej shembullve ku nxënësi përdor kreativitetin e tij dhe zakonisht udhëhiqet nga imagjinata dhe përvoja personale që ka. Kemi rastin tjetër ku edukatorja t'jep po të njëjtën detyrë, por kësaj radhe t'jep edhe udhëzime të qarta dhe të strukturuara. Thotë së pari vizatoj një rreth, shto 5 petale, vizatoj kërcjellin i shoqëruar me 2 gjethe anësh. Tani rezultati përfundimtar është i njëjtë, vizatim luleje. Mirëpo qasja ndaj detyrës është krejtësisht ndryshe. Shembulli i parë përfaqëson atë që ne në arsime quajmë teknikë, një veprim ose mënyrë e veçantë që nxënësi zgjedh për të realizuar detyrën që ka. Dhe kjo lidhet zakonisht me stilin personal të nxënësit dhe spontanitetin e tij. Kurse shembulli i dytë është një metodë, një qasje strukturuar dhe e planifikuar që ndjek hapa caktuara për të arritur një qëllim të mësuarit. Pra, me fjalë tjera, metodat janë plane të menduara mirë për të udhëhequr procesin mësimor, kurse teknikat janë mjete ose veprime specifike që i përdorim brenda këtyre planeve, me qëllim që të përforcojmë të nxënit dhe për t'ju përshtatur nevojave të nxënësit. Tani, të dyjat janë thelbësore në arsim, por që ndërtojnë përvoja të ndryshme në të nxënë, njëra prej tyre nxit eksplorimin, shembulli i parë, dhe tjetra garanton drejtimin. Me termin metodë mësimdhënie i referohet parimeve të përgjithshme pedagogjisë dhe strategjitë e menaxhimit përdorura për mësimdhënie në klasë. Metodat e mësimdhënies nuk janë të njëjta për çdo situatë. Ata ndryshojnë varësi të një sër faktorësh, ndikimin për zgjedhjen e këtyre metodave ka natyra e lëndës që ligjërohet, e mësohet, karakteristikat individuale të nxënësve, si dhe stili i tyre i të nxënit. Këto elemente e bëjnë domosdoshme përshtatjen e qasjeve mësimore për të siguruar një proces sa më efektiv dhe gjithëpërfshirës të nxënit. Tani, kjo figurë paraqet metodat mësimore si një pemë, ku trungu përfaqëson bazën themelore, ndryshe metodat mësimore, kurse degët dhe gjethet paraqesin kategori dhe nën kategori të ndryshme të metodave të përdorura në procesin e të nxënit dhe të mësimdhënies. Secila degë përfaqëson një stil të veçantë mësimor, kurse gjethet janë format konkrete të realizimit të asaj metode në praktikë. Metodat mësimore janë si ura lidhëse mes nxënësit dhe mësuesit, duke ndihmuar në përvetësimin e njohurive, zhvillimin e shkatësive, dhe trungu në këtë rast simbolizon rëndësinë e përbashkët që kanë gjitha metodat në funksionin edukativo-arsimor. Tani, si shembull të parë e kemi metodën eksperimentale, e cila është e orientuar drejt këtyre veprimeve praktike dhe eksplorimit drejt për drejt. Shembull e kemi eksperimentin, praktika laboratorike dhe gjatë cilave bëhet testimi i një hipoteze në kushte laboratorike, po edhe zhvillimi i aftësive praktike dhe analizës shkencore. Kjo është ideale për lëndët për shkencat natyrore. Metodën tjetër e kemi metodën interaktive, ku nxënësit janë aktiv dhe të përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në procesin mësimor. Këtu bën pjesë dialogu, debati, diskutimi në grup dhe gjatë kësaj nxënësit zhvillojnë të menduarin kritik, aftësinë për dëgjuar dhe bashkëpunuar dhe në ndërkohë ata reflektojnë në mes veti. Metodat vëzhguese e kemi metodën me radhë, e cila fokusohet në shikim të drejtë për drejtë dhe analizë të situatave reale ose të simuluara. Këtu nxënësit zhvillojnë aftësinë për të bërë konstatime, krahasime dhe për të nxjerrë përfundime ose një rezultat. Shembull kemi studimin e rastit, është një analizë e thelluar e një fenomeni apo problemi konkret,
po kemi edhe kërkimin në teren, ku gjatë kësaj nxënësit mbledhin informata dhe të dhëna në mënyrë të drejtë për drejtë në mjedisin ku ndodh fenomeni. Në fund e kemi metodën me ligjërata, e cila është më tradicionalja dhe është përdorur në të kaluarën, ku mësimdhënia është më shumë një kashe. Shembull e kemi monologun, ku mësuesi flet dhe nxënësi dëgjon. Kemi prezentimin, paraqitjen e informacionit përmes fjalimin, grafikave ose teknologjisë, dhe punën me tekst, e cila paraqet thjesht analizën e leximeve, dokumentacioneve shkollore, shkrimeve e kështu me radhë. Atëherë, ky slajd tregon se si teknologjia moderne e informacionit ka revolucionuar edukimin në shkencë. Platformat si BioDigital, STEM Teaching Resources dhe Labster janë prova që mjetet digjitale po e bëjnë biologjinë më interaktive, më të kapshme dhe tërheqëse se kur më parë. Para se të futemi në secilën platformë, është e rëndësishme të kuptojmë se teknologjia e informacionit është një prej parimeve më të mëdha në edukim. Tani, IT-ja ose teknologjia informative ka thyer shumë barjera. Shembull, mungesa e laboratorëve, pamundësia për ta vizualizuar koncepte komplekse në libra apo vështirësi në përshtatjen me stile të ndryshme të mësuarit. Me ndihmën e teknologjisë, nxënësit mund të eksperimentojnë dhe të mësojnë në një mënyrë më të pavarur, po pa qenë e nevojshme të jenë fizikisht në klas apo në laborator. Mësimi është bërë më fleksibil, më gjithëpërfshirës dhe i personalizuar. Atëherë, në fillim e kemi BioDigital, është një platformë tredimensionale që ofron një model virtual, detajuar dhe shkencarisht të saktë të trupit të njeriut. Këtu ne mund të eksplorojmë anatominë e trupit të njeriut dhe sëmundjet në mënyrë vizuale dhe interaktive. Shikon trupin, analizon trupin shtresë pas shtrese, duke parë muskuj, organe, sistemi nervor e më shumë, me radhë. Tani kemi në Sky, në anën e djathtë, STEM Teaching Resources, e cila është platforma e dytë. Është një prej platformave e cila jep burime falas informacione falas edukative për nxënësit nga klasa parashkollore deri në vitin e dytë të shkollës së mesme. Në shembullin e dhënë kemi udhëtimi i aromës drejt trurit. Është video që shpjegon se si truri përpunon aromat dhe pse shqisa e nuhatjes është e rëndësishme për cilësinë e jetës. Kjo faqe ofron tema të ndryshme si shëndeti mendor, sëmundjet, gjenetika e tjerë. Në fund, e kemi platformën Labster, e cila sjell eksperimentet laboratorike në botën virtuale. Në shembullin e treguar, nxënësi porandit organelet në një qelis, një koncept thelbësor në biologji. Labster e bën mësimin më tërheqës përmes simulimeve të ngjashme me lojrat, ku nxënësit përveç se argëtohen dhe dëfrehen, ato në ndërkohë marrin edhe të dhëna dhe mësojnë fakte. Është veçanërisht e dobishme për shkolla që nuk kanë laborator të pajisur mirë apo për mësime në distancë. Këto platforma tregojnë fuqinë e teknologjisë në edukim. Mundsojnë qasje më të gjerë në burim në informata të kualitetit më të lartë, mësim më të gjallë dhe ndërveprues. Dhe përshtatjet me nevojat e secilit nxënës. Atëherë, teknikat e mësimdhënies janë thelbësore për angazhimin e studentëve, nxitjen e të nxënit dhe promovimin e suksesit akademik në arsim. Kemi 3 pika kryesore: mjetet dhe teknikat në arsim nxisin mësimdhënie dhe të nxënit efektiv, mëson rreth strategjive të reja për mjetet dhe teknikat e mësimdhënies, si dhe qëndron i përditësuar me tendencat më të fundit në të nxënit në klasë. Po lind pyetja, cilat janë disa shembuj të teknikave të mësimdhënies? Kemi mësimdhënien e drejtë për drejtë. Përfshin shpjegimin e qartë të koncepteve përmes ligjëratave, demonstrimeve dhe praktikave të drejtuara. Pastaj kemi të nxënit e bazuar në hetim, e cila inkurajon studentët të eksplorojnë temat në mënyrë të pavarur
të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë përgjigje përmes hulumtimit dhe zbulimit. Kjo nxit kuriozitetin dhe aftësinë e të menduarit kritik. Pastaj kemi të nxënit përmes përvojës, ofron eksperjenca praktike dhe aplikime reale të njohurive. Përmes eksperimentit, ekskurzioneve dhe simulimeve, studentët angazhohen me koncepte në kontekste autentike, duke forcuar kuptimin dhe duke zhvilluar aftësinë e tyre praktike. Pastaj kemi storytelling, e cila ose tregimi historive, e cila ndihmon në të nxënit duke përdorur tregime për të bërë koncepte të ndërlikuara më të kuptueshme. Kjo rrit angazhimin emocional dhe ndihmon në mbajtjen mend të informacionit, ofron një qasje natyrale dhe tërheqëse për mësimdhënien. Pastaj, si teknik tjetër e kemi teknikën e kujtesës, e cila përdoret për të lehtësuar të mbajturit mend të informacionit ose faktit, duke krijuar lidhje të veçanta ose strategji kujtese. Gjenerimi i ideve, brainstorming, lejon prodhimin e një numër të madh të ideve në një kohë të shkurtër. Nxit kreativitetin dhe eksplorimin e zgjidhjeve të ndryshme, ndihmon në zhvillimin e të menduarit kritik dhe bashkëpunues. Në skaj, në anën e djathtë, poshtë kemi mind mapping, harta mendore, e cila ndihmon në organizimin e ideve dhe të dhënave në mënyrë vizuale për të lehtësuar të kuptuarin dhe të nxënin. Kjo përdoret për të nxitur kreativitetin tek nxënësit dhe për të ndihmuar në ndërlidhjen e koncepteve. Kemi flipped classroom, klasa e përmbysur, e cila ndryshon modelin tradicional të mësimdhënies, duke kaluar në përvetësimin e teorisë jashtë klasës dhe duke përdorur kohën në klasë për punën praktike dhe diskutim. Kjo rrit autonominë dhe angazhimin e nxënësve në procesin e të nxënit. Dhe tabela T, e cila ndihmon në krahasimin dhe analizën e dy ose më shumë koncepteve. Kjo përdoret për të strukturuar informacionin dhe për ta bërë atë më të qartë. Atëherë, mësuesi mirë shpjeguar, mësuesi i shkëlqyer frymëzon. Çdo metodë që e përdorim, secilën teknikë që e zbatojmë, ka fuqinë të ndesë kuriozitet, të frymëzojë dhe të ndryshojë mënyrën se si nxënësit tanë shohin botën. Prandaj le të zgjedhim metoda që nuk thjesht mësojnë, por edhe motivojnë si dhe transformojnë. Faleminderit për vëmendjen.